Përshëndetje, jemi në restorantin Treska që ndodhet në hyrje të fshatit Gërçec të komunës së Sarajit. Restorant Treska, e cila njihet si perla e Shkupit, posedon super ambient rreth lumit Treska, me pamje fantastike dhe ambient mbretëlënës ku mund të kënaqeni duke shijuar dhe përjetuar momente më të mira me familjen ose miqtë tuaj. Gjitha vendet janë të rezervuara, siç e shikoni dhe mund të bindeni që të gjithë janë të kënaqur nga ushqimi, atmosfera, freskia e ajrit deri te shërbimi. Të gjitha i gjeni në një vend. Gjelbrimin e këto restorant të jep qetësinë. Terrasa shumë e madhe me shumë kënde të ndryshme të tavolinave. Lumi dhe këndi i lojrave e bëjnë të përkryer restorantin Treska. Vend ideal për të kaluar jo vetëm fundjavën, por edhe çdo ditë tjetër me të afërmit tuaj. I vetmi restorant që fëmijët e shijojnë këtë vend në maksimum, që është i rrafsht, argëtues dhe do ju lënë të qetë edhe juve të hani e të pini. Mos hezitoni të na vizitoni, ku do të ngelni pa fjalë me restorantin Treska. Për drejt kishim sallat shope, pogaçe e nxehtë, kurse pjatë kryesore kishim pleskavic shari, biftek i coptuar, filet viçi dhe filet pule me sos këpurdhash.